Shpeshherë dhe në mënyrë të gabuar, kemi kërkuar që të shikojmë shembuj nga jashtë për t'i pasqyruar dhe për t'u bërë, le të themi, një tabel orientimi për të rinjt e jo vetëm në vendin tonë. Por shpeshherë harrojmë që shembujt konkret të artistëve që punojnë dhe që janë ideal për të treguar të rinjve i kemi në vendin tonë. Artisti që do të flas sot është artisti që çdo sezon është i suksesshëm. Është artisti që kësaj vere tregoi që ai është më punëtori, duke nxjerrë në treg një album me 19 këngë. Është artisti që kishte 2 bashkëpunime të suksesshme, si me reperin e famshëm dhe të njohur ndërkombëtar Morad, por edhe me këngëtarin grek Agios Konstantinos. Nga ana tjetër, kishte diku tek 100 pjesëmarrje në klabe. Mbajti koncertin e tij personal Alfa në Saran. Nga ana tjetër, koncertin e parë të Alfas do ta ketë edhe në Athinë. Po ashtu do të nxjerrë edhe bashkëpunimin që u bë hit në gusht me dhurata dorën. Fjala është për Noizin, ku kam pasur një lloj kurioziteti se si një artist që ka vite në skenë është kaq punëtor dhe çka e bën atë të veçantë. Përgjigjen e dha ku ishte i ftuar tek Top Albania Radio. Ai u shpreh që kam shumë pak motivim ndonjëherë, por kam shumë disiplinë. Kjo është ajo gjë që unë e kam vënë re dhe e kam komentuar. Disiplina për mua është mjeti dhe rruga më e fortë për të arritur dhe për të mbajtur punën që ti bën. Nëse ke një disiplinë të hekurt, sigurisht që edhe suksesi do të bashkëshoqëroj të gjithë punën që ti bën. Dhe kjo gjë është e dukshme, kjo gjë është evidente dhe kjo gjë është transparente në punën e Noizit si artist, por edhe në punën e Noizit si biznesmen, pasi edhe aty ai ka sukses. Por edhe në aspektin tjetër, si aktor, edhe aty me pjesëmarrjet e tij në filma ka sërish sukses. Pa disiplina e fortë e hekur, siç edhe Noizi tregoi duke u shprehur që ndoshta unë nuk jam reperi më i mirë, por jam artisti me disiplinën më të mirë dhe kjo e bën atë të pakonkurrueshëm, pasi të gjithë bijem dakord që Noizi është një brand. Emri i tij tani më nuk është thjesht një reper, nuk është thjesht number one, por është një brand me të gjitha ato çka i bën, si në aspektin e muzikës, por edhe në aspektin e biznesit. Këtë e tregoj dhe Noizi, duke thënë që kjo gjë më bën të jemi i suksesshëm sepse kam dhe forcë fizike. Një njeri me talent mund të bëjë një këngë të mirë në një ditë, thot ai, por unë mund të bëj 3. Kam energji, kam forcë dhe punoj më shumë se të tjerët. Është ky suksesi që dhe të rinj, por edhe të gjithë ata që janë pjesë e kësaj fushe duhet të shikojnë dhe të marrin si një lloj frymëzimi e të mos kërkojnë më nëpër yjet e Hollywoodit që kanë stafe pafundësisht, që kanë punët më të lehta, e ndërkohë një artist si Noizi në një treg si Joni që nuk ka qenë kurrë i lehtë, që ka pasur bryla, ja ka dalë që të krijojë grupin më të suksesshëm OTR e sot të jetë reperi më i suksesshëm, të jetë një nga artistët që ka miliona shikime, që ka miliona ndjekës, që ka miliona këngë me shikime dhe ka një prodhimtari që të gjithë ta kenë zili. Ka disa albume, ka shumë hite dhe ka një punë të palodhshme që vijon që nga dita parë të jetë e njëjta. Dhe kjo disiplinë e ka sjellë Noizin këtu ku është në pikën më të lartë e që gjithmonë e kam pasur këtë më dyshje, ose më saktë e kam pasur këtë pikë pyetje se çfarë bën atë që të jetë kaq shumë i suksesshëm, e pikërisht një disiplinë e hekurt për të dashur atë punën që ti bën, për t'ju përkushtuar edhe për të mos u mjaftuar, siç bëjnë dhe le të themi kolegët e tij apo dhe rivalët në tregun e rapit që lëshojnë paka shumë 4-5 këngë në vit dhe me atë duan që të mbajnë audiencën, ndërkohë Noizi tregon që punon dhe vetëm me punë ai arrin sot ku është të jetë number one edhe siç e ceka të jetë një brand që nuk do t'i iki kur emri dhe nuk do të humbasi kur shkëlqimin, pasi nëse një njeri punon me shpirt, punon me vullnet, punon me forcë dhe punon për të arritur aty ku dëshiron që të jetë, pa diskutim që i gjithë suksesi do t'jetë në krahun e tij dhe i gjithë mbështetja e publikut do t'jetë pranë tij. Edhe pse është emri më dominant në muzikë, sërish kjo e bën atë të jetë një njeri me këmbë në tokë,
Pikërisht tek Noizi vlen shprehja e bukur që i flet puna, edhe të gjithë këta arsenal të punës që ai ka arritur që nga dita parë ku ka qenë pjesë e industrisë e më sot ku është kthyer në një brand, për mua është një rrugë që duhet ta ndjekin të tjerët, të frymëzohen e si Cerka të mos kërkojnë le të themi një lloj frymëzimi nga bota, ku bota gjërat i ka më të lehta, i kanë me staf më të madh, e Noizi ja ka dalë që të jetë on top. Vetë lavdërimi, vetë mburja, një lloj protagonizmi që ndoshta kundërshtarët e Noizit e kanë në këtë industrinë tonë, është e kundërta me Noizin, pasi e kam parë në shumë dalje, në shumë situata, një njeri me këmbë në tokë, një njeri të thjesht, i cili komunikon me çdo lloj personi, edhe kjo e bën atë padyshim një artist të veçantë dhe një artist që përqafohet nga publiku me çfarëdo lloj materiali që i publikon apo nxjerr. Padyshim që të jesh on top në këtë industrinë tonë nuk është e lehtë, pasi bryllat, kundërshtia apo dhe rivalët e tu mund të jenë të fortë, por ajo që ti bën, nëse e bën me shpirt, nëse e bën me disiplinë, nëse e bën të përkushtuar, edhe në ditët kur ndoshta nuk është më e mira jote, edhe në ditët kur ndoshta ti nuk ndjehesh mirë, edhe në ditët kur ndjehesh i pasigurt për atë që bën, edhe në ditët kur ndoshta e kupton që nuk është më e mira jote, duhet të mos heqësh dorë. E pikërisht kjo disiplinë e hekurt, fizike e fortë mentale e ka sjell Noizin këtu ku është, ndaj dhe e kam sjell në Gojë të Miletit për të dhënë më shumë një lloj mesazhi se sa për të sjell një lloj lajmi, pasi është e ditur që puna e ka sjell Noizin ku është këtu dhe shpeshherë kemi raste të një lloj dembelizmi të një rinie e jo vetëm që kërkon tek të tjerët për të arritur diçka, kërkon nga të tjerët për të pasur atë që synojnë, e kërkojnë nga të tjerët një sukses që nuk duhet të vinë nga të tjerët, por duhet të vijë nga puna që ti bën, nga përkushtimi, nga i gjithë, le të themi, lodhja fizike dhe mentale që ti jep, nga një disiplinë e hekur dhe fortë për të mos ndryshuar asgjë dhe për të qenë stoik në atë që ti bën dhe ta bësh me shpirt e me pasion të gjithë punën që ti bën, pa diskutim që kjo është një nga mënyrat dhe një nga rastet më të bukura për të arritur te suksesi, që të gjithë ata që janë pjesë e ndonjë industrie si në muzikë por edhe në ekran kërkojnë që të arrijnë lehtë nëpërmjet skandaleve, nëpërmjet lajmeve që në fund të ditës janë thjesht një fast food i konsumimit të shpejt, të një drame e cila nuk ka rëndësi dhe nuk ka peshë për ty si individ, por fatkeqësisht e ushqen edhe kjo gjë po, le të themi, po mbizetëron edhe tek të rinj që po futen në tregun e muzikës, por edhe në tregun e ekranit, e disiplina e Noizit, për mua është shembulli më i mirë që duhet përqafuar, që duhet të reklamuar dhe që duhet të dhënë të gjithëve si rasti më unik, se si njëri është ku është sot fal një pune të pandarshme. Do doja të dija dhe mendimin tuaj, se si e shikoni, apo se kush ju motivon më shumë në këtë jetë, duke mos harruar t'i bëni subscribe edhe kanalit ton Koha Jon në YouTube.